Njëna pret një prajm I radhës me shumë zhvillime dhe drama të reja brenda shtëpisë më të famshme në vend. Njëri prej banorëve do të lë shtëpinë, ndërsa në rjet po flitet se do të ketë dhe një hyrje të re. Për këto zhvillime do të flasim së bashku me kolegët e mi të zakonisht Blerina Shoshi dhe Agon Rexhepi. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, kënaqësi. O, sa kënaqësi me pas dhe mësafir në studio. Kemi Bujar Gjonaj, shok I lëndrimit, por dhe Miki Joni, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Faleminderit shumë për ftesën. Si dhe bukuroshën, Lorina Dula, mirëmëngjesi, o yll, mirë se erdhe. E kemi edhe dikën tjetër në lidhje direkte, një mik nga Shqipëria, gazetari Andi Vrapi. Mirëmëngjesi. Apo na dëgjon, mirëmëngjesi. Interneti nuk është me mua sot. Interneti nuk është në anën tënde, me rëndësi ne po dëgjojmë, Andi, faleminderit që jemi ne dhe sot. Shumë kënaqësi. Në pak do bëj pasaportizim këtu te programi juaj. Faleminderit shumë, edhe na kena më ta bu kontratën shumë shpejt, të premtoj. Mirë, Mram ka qenë darka e të nominuarve, thanë që ka pas shumë lot. E koj kë. Krejt kanë kojt, a kam pas nevojë, duket ka qenë vetë kjo dita për lot dje. E vërtet. Qa ka qenë hana e plot? Hana e plot. Arsyeton e krejt në hanën e plot. Ishë regullat ujrat. Po kush për kënd ka qajt? Mas shumë t'i virale është bu video labi kush përthan në lot, sepse qanë për motrën e vetë, të regon historisë se qysh ajo është dashuru me një afroamerikanë dhe qysh e kam pas problem familja me pranu. Po në fund që ka buni për shqipin, a dina që labi nuk ka folë me motrën e vetë për një kohë gjatë, sepse të thash për shkak të soj martese që ka pas motra vetë me një klasor të vetën që është afroamerikan ose zezak ose person me ngjyrë. Person me ngjyrë mund është mi thonë është ma e butë. Edhe Amolabi në fund thëtë që aji dhëndri unë është shumë njëri mirë, që kalëzën që ndër të tjera, po getë ma në fund, kanë gjetë pache dhe kanë pajtu. Po tani, me njëherë ndaj kësajnë solidarizu njerëzit tjerë, po në rjetë fillun të qysh me uqarë se Labi kritikon krejt të tjerët për vendimet që I marin, e vetë po din me konë personash që krejt që do gjana I kanë jetën e vetë. E vërtet, Labi ka kritiku sasëm pse ka, në fakt ju ka kap, po thëmë, kështu sasës që ka gjyshën serpe, që nuk është në dorë të sasës nëse ka si ju, se po flasim për gjenerata për para. Njëjtë nuk është edhe në dorë të Labit që me pas, që motra e saj mund dashuru me një person me ngjyrë. Edhe po banorët nëse veç janë të meqëm, mund me nej që mund të mja përdor edhe këta. Nuk po bëj thirrje me përdor, po... Se ka kajtë për motrën nëse motra e ti është e lumtur, qka pëse duhet me kajtë vla janë për mu kur unë jam e lumtur. Nështë e ka rapi shmojnë se ka pranu në fillim, ati se qajke me dënes, adin shijet me nëzimunët me balancu frimën e vetë të kajtë. Për një me, pëse po kesh, se Lorina di shka... Lorina, kishe kajtë të për motrën të anë, nëse i shkon e lumtur me një afroamerikan? Jo, mëre, nësa ajo është e lumtur pëse me kajtë, po mu për ma mërmenja që a I ka qajtë për arsye se ka shku një periudhë shumë e gjatë që ata në shtatës kam pas raport shumë mirë njoni me tjetrin familja dhe nuk kam pas kontakt ashtu si që da I ka thonë, po si di Labi, po bonjour mrena. Qështë po duket për ndryshe loja e Labit apo të pëlqen? Ka raste që po më pëlqen, ka raste që unë s'kësha mujt me duru. Se? Qështë kështë reagu? I ka në disa raste përdor fjallë apo gjana që unë për vetës kësha mujt me I duru, për shambull Benita në momentin kër I tha a I ki buste bo me, hajde provo me, a I për dërisa e ka... Që ka lidhe dërisa e pytë, që ka lidhe në fanë dhe hajde provo me. Mu që është... Mënë shumë, a edhe në të engutë sta tjetë ka pak. Ama nuk më nëshme thonë që nuk është banori fort, se prej momenti që ka I ka trazu krejtu I ratë në shpe. Me dësane po e të pranë, adin që është përdor informacione për jashtë, adin po engutë sto për familje, po engutë se po më djetë diskuti me Lionën, engutë me familje, masi me Hygertën që u ka për sport. Po, për derisa Hygertës si thot I ke shkru futbolistave, edhe rrjedhe që këtë diskutimi, qështë I ki drejt si buri martum me I thonë një famë nësë tjetër mbrana shpe, hajde provej busë e mja. A më qënë nëse ja komentojnë busë, halal I koftë. Nëse I thonë që I pas ke bu busë silikon, që ka me thonë, a tjetër hajde provej, pra qëfar silikoni është, masi për edhe mirë, që në dozën. Lojen e Labinotit për gjikojnë edhe prej jashtë, edhe tash po mundohen vetë foncat e banorëve tjerë me gjithë gjana. Një lajmë që u shpërnda dje ke që ajo është I martume dhe ka fëmijë me një gru serbe. Edhe keni foto që... edhe dezinformata, këto më në qenë edhe... Po, pikrisht për atë, dhe pastaj veç se të afert të ti dolin duke thonë që nuk e ka bashortën serbe, po ka qëllu në një event familjar, një kushëri ti largët e ka gruan serbe dhe kanë bo foto në atë moment. Duke qenë se kjo këndonë për eventin. Pra nuk ka djali vetë dhe gruja vetë serbe? Po, nuk është? Nuk është. Okej, so për sa një ma I komentum Po pas kanë afërsime ta. Me thonë drejten, qëre, pak edhe kësha prit, a bedim se kur je kunder di shkaje te për shumë,
është një arsye pse je qatë shumë kundër saj. Pra nëse ky sasin e ka ngutë qatë shumë për gjyshën sërbe, është me ka një arsye specifike pse nervozon që ka shumë labin që këtë çështje. Pse nervozon me pas një sërbën familje. Do është edhe për shkak se ai tha që neve trahovesi gjithmonë na keni paragjuku për gjuhën, për prejare, na keni thënë bullgar, na keni thënë serb, s'na keni thënë shqiptar, ndoshta edhe kjo pak e pengon, dhe drisa e pengon, provon me ngacmu të tjerat. Mirë, ta pyesim pak Andin se a është duke vazhdu ta ndjek Bigon dhe qysh po i duket në këtë rast loja e Labit. Unë e potencova edhe gjatë ditës së djeshme, mu personalisht më duket që po mendon Labit që ka arritur jashtë një famë dhe popularitet dhe dashni sikurse të Luiz Zellit. Edhe ndoshta, shumë nga banorët bën ndonjëherë dhe deluzionale aty brenda, mendojnë që jashtë ka nisur lufta për ta. Por unë e shoh një prizëm tjetër, unë nuk mendoj që Labi po bën një lojë shumë të gabuar, aty brenda duhet një polici keq, se nëse janë të gjithë mirë me njëri tjetrin, pastaj çau pa. Sigurisht që edhe Po ma dhe që e ka një farë doze, varet për çka Andi. Se për shkak ky ka hi adin shumë me kallash gati dhe veç që ka shpërndafi shak të vet. E çajo nuk është e drejtë. Po se mbarova fjalin, more. Po dëgjoj. Po s'ka më në logjik të më thuaj. Dhe unë do të vazhdoja fjalin duke thënë edhe loja ka limitet e saj. Pra, limitet e cilat shpeshherë dhe Labi i shkel të cilat nuk duhet i shkeli. Jemi okay agon? Cilat limite mendon që i ka shkelur Labi deri në këtë moment? Duke shkuar deri tek seksualiteti i lëndrimit, Pa pasur një fakt të qartë, familja e Elionës, ka pasur disa raste, edhe komenti i bërë që hajde provoj buzat është kaq i lodhur, domethënë është batut kaq i lodhur. Mos po më do këtë problem. Ja kanë komentuar buzimre me tendencën për me ul, nëse ata tentojnë me ul një burr se ka bën rrugë kirurgjikale, përderisa shumicën e fytyrës se kanë të bomë, i takon edhe atina me bomë thon hajde provoj, pra mos më ndodhet diçka tragjike çka pjesë. Agam prit se je në studio dhe je favorit, se vjen zëri me vonesë. Ani prit, ç'është vjen? Kur në qofse ti komenton seksualitetin e dikujt nga mënyra se si vishet, po nga ana tjetër ti ke bërë buzët dhe bërtasin kaq shumë, nuk do të ishte ai person si ka problem. E ku ka problem me aludu për seksualitetin? Është homofobi në vetëm e mendu që është keq me aludu për dikon që nuk mund me qenë hetero. Nuk ka problem me aludu, nuk ka problem në Adina Qëndrimi, nuk është tipikisht një djalë që veshën shumica të tjerëve. Nuk ka kur të keqe me pyet për seksualitetin e vet ose me dyshu. Edhe për mua njerëzit në komente po gjykojnë, është çka më thonë është e padrejta. Ai nuk ulet edhe i thot ça orientimi seksual ke, ai ulet edhe në një farë mënyre e vë në një qoshe që ai të nëse ka shumë qoshe me një mund të ketë. Ka qenë skena shumë e qartë, kur ata kanë qenë duke biseduar të dy në kuzhinë, mos gaboj. Kështu që ajo që dua të them unë është kur ti përpiqesh të ulesh dikë për shkak të seksualitetit të vet, duhet sigurohesh shumë mirë që ti përmbush të gjitha kriteret e përkatësisë gjinore që ti ke. E përmbush gjitha kriteret e përkatësisë gjinore, Labi? Një buzë me burë të bëra? Po. Jo. Po aludime që edhe Labi mund të jetë mund të jetë çka i Gonxha? Çka sankcionesh Gonxha mund të jetë Labi? Na shpjegon pak. Ka të frynera, shikon dhe na. Nuk po e dho ma mirë, se kemi këtu dhe shokun e lëndrimit, dhe do të ja prej bujarit me të gjuhën ndoshta ma tepër për lëndrimin. A ka të tilla biseda në shoqërinë e juaj? A ka të tilla dyshime, pyetje të tilla që i bën lëndrimit? Ka, ne jemi të e pa një lëndrim pak më ndryshe, është veshiju në maksimum, është shumë ma seriaz. Kemi pas raste ku lëndrimin e shohim tepër fani edhe kur është me neve, po në Big Brother është të e shiju taman qyshe ka folë para se me hi. E kam andër me hi. Nuk është rol. Kjo që po e bënë, se po gjykohet që e ka marrë si rol në ashtë pak pipa. Jo, nuk mundet me qenë rol, është vetvetja 100%, edhe pikërisht shkaku i këtune para gjykimeve edhe në shumë mirë që është format që nuk pik asë një detaj, kur gjosë më është me mshef. Ajo është tjeshtë të e prezentu vetën që është edhe e ka ditë shumë mirë, se edhe para se me u fut në Big Brother ka pas komente tila, edhe është i vetëm që i bënë balë shumë mirë, gjatë që në shanë s'kisha mujtë heqë. Nësë është që lëndrimi veshet me kapele, me bunda dhe jashtë shtëpis është e për seriaz. Paj me qëllim është e bo, tjeshtë me shiju në maksimum. A mund të kemi dyshim për orientimin e ti seksual? A ka dyshime? Ka dyshime, se po shifet, është një kemi ndryshme me Klodin, po jem shumë i bindën që është shumë a shumë shëshni, se për shamull dhe edhe sa dëshojmë që edhe në punë jemi, kemi shok që përqafemi,
është thjesht çështje kimie dhe lëshohet. Dhe në qatë pikë s'kisha thonë, bëjar. Adin, qëre qa është kjo justifikim i shoqnisë, për ata dhe Edi dje janë gudulis që shkruj ka të janë gucme, janë njoni tjetrin. Pse kërkosh nuk po dyshon për çet çashe, po është dyshu për shkak tyne. Ata janë të pandashëm, ata janë të flajt bashk, ata janë të najtë për non-stop bashk. Po veç kallzom ti mu, a jeni të begenisje si shoqni, klediani për partner të lëndrimit. Na e begenisim lumëtorinë e lëndrimit, nëse veç është qaja, që kur gjo konde, Ani ju shkof se marrë, mbas komenteve është relacioni ma real deri sot. A kemi A prit na mendon që vjen baba i lëndrimit ose na kush si baba i tonë të jeni do djali jam, ti kish me. Lëndrimi ka pas, domethënë, video që kanë qenë tepër që kanë mujtë me bo zhurmë saj përket veshjes, edhe që e ka ditë sigur që ka më komentu për... A është thjesht vetëm veshja apo për te veshjes? Për te veshjes që te veshja gjithmonë kapim e na, se ka për shembull shumë meshkuj që i përkasin aty orientimi dhe duken tepër burra kërkos merret me ata. Fokusi është ata që veshen si femna. Që aty është ku na çalojmë si shoqni saj përket kësaj teme. Baba i lëndrimet e ka di çfarë djali ka. ka. Dëshmon lëndrimi. Madje është zgjedhur i preferuare. Është zgjedh, po Sa çalojmë ne si shoqëri, sa po çalojshim. ata që japin komente negative çalojnë atë pjesë. Ata që janë të suportu, janë të votu dhe nuk janë të marrë shumë me komente. Apo Sa i përket të baba, më në pa, se sa fani, sa smart, ose i mençur është lëndrimi, mënyra që trajton dinamikat aty brenda. Shumë i Dhe kjo mëshëm. nuk i vjen pa veshja ose qoftë edhe orientimi i tij seksual, apo i vjen pa diçka tjetër djalit. Po, është full se edhe po përdoret nga Klodi. Qysh e keni paj, qysh e shini si... mundet me qenë e tillë se qysh prej startit e pat një aur që ky djalë ka diçka më shumë që tjerët nuk e kanë, se shumica tash është edicioni 4, kreti kanë studiu para se me u fut, edhe secili e ka një rol, unë po du si kë, unë po du si aj, po mas javës 2-3 dhe shpelqojnë veten. Lëndrimi qysh ka hi, po vazhdon me qenë. Edhe ajo do me thonë është pa dhe prej Klodis, edhe Klodi ka pas qysh në fillim diçka probleme ta kur e ka prek në kry. Ja ka ngritur. Edhe i herë prek, po s'ka qenë ma se bëmbem, po ka qenë edhe një herë prek. Hajtë sa jo veç është love and hate relationship, sa u rejtë qatë duhen. Po më duket që aty ka njës gjithë qka, po, Lori. Për mendimin tam, Klodi bashkë me lëndrimin për shfrytëzojnë edhe pak si situatë, se përshojnë që për reagojnë edhe banorë të mrenda. Se e dim që për A jashtë nuk dyshon kanë që ka diçka me syre ka Se kimi besoj. ka pëlqen? U që jo, Nuk e jo, besoj. spajtona, Lorin. Unë menoj që, okej, shoqni kanë, Shoni mëset, jo s'jam hesh oportunist gonxha mos më thuaj. Ata shkojnë bashkë, nëse shkojnë bashkë klasin, po për momentin shkojnë bashkë, janë bashkë, inshallah po trashëgohen, u begenis për shoqnis, inshallah bëhen Se bashkë. janë në shtëpi të Big Brother, unë po besoj që nëse veç ishin kanë në shtëpi vet ose në ka tjetër, po them ose në një Dhe tash shtëpi. ishin martua, po? Ja. Nuk e lejon Hej, syt në ball, a i përcjellni që ta dy personazhe brenda. 27. Edhe po nuk po dyshoni në asnjë pikë që mundet me Po pas më e kanë gjetë komunikimin me njëri tjetrin. Ja, unë me asnjë shok shoqë nuk jam qashtu dhe nuk dua të jem kurrë. Deri sa pikë. Jo, je shumë gabim aty pikërisht ka pas nëse atje banorë që kanë pas preferenca, po njëri tjetrin edhe janë sill çaq ftoft prej çoshin çash. Atje janë të shiu, kush kam nevojë marrë. Unë që kjo është për qafim shoqëro gogjëm shef atë foto më stashe kush. Jo, më zëm Ja, shafa që të shë foto. duhemi në nëzyre. Po, a i na tu la bash na gongjë, si na tu fërku. Nuk kemi Vallaj, nuk i na banjo, tu s'kemi fërku. tush. As nuk ta bëjnë të dua shumë gjatë kohës që zgjedhim harshin dy bashkë si një sheft fantastik. Qëre, o më ne që qashi Të ditës. dua shumë ti ton koni thu gongjës. Po sepse unë dua si kolegi, po nuk them të e bo harshin gongjë të dua shumë gongjë. Mo unë dua të gjithë shoqët e mi, ai dua të gjithë shokët e mi, po jo deri në çat pikë më në vllahun e dash, unë dalloj diferencën kur e du dikon si shok shoqe, kur e du dikon si partner partnere. Nuk e den, aty nuk i telefon, nuk i televizion, nuk i shoqëri tjetër. Se s'pedi dash Edhe si rrjetet e Veç me tjerë të shatanjat me tu në një dimension. Ata janë Romeo dhe Julieta, Romeo dhe Romeo, kove të sotme dhe pi. Po në qofshin ashtu dhe na i presim jashtë. Të Po është një tepër. Po sot shoqni, që ma mirë me thonë, ma mirë është me thonë, nuk po guxojnë. Po vetë është ajo ideja në Big Brother është kriju ideja me lidh mi pas si çift dy djem. Njëjtë fej me Edin ka ndodhur. Po, hala para prakesh. Po them është shikust, po ka pe kanë Kon me kanë edhe një Sado që na Edi me Drillonin. Vitin e kalum. Po më do pëlqen bile edhe që ka dalë si memes, Driloni dhe Klodi janë të botë çka Edi dhe Driloni s'kan Po, guxuar. e kom po adhone këtë që ka dalë. Lëndrimi dhe Klodi po bojnë çka Edi dhe Driloni. A ka ndru mendim andim për këtë relacion në mes të Klodit dhe lëndrimit? Unë vazhdo ta kem mendimin njësoj, që në një pikë bashkohem me Agonin, që s'është shumë e zakonshme që dy miq të jenë aq të afërt, edhe nuk kemi mendimin që duke qenë aty brenda në shtëpi ti afrohesh detyrimisht me dikë. Sa njëri nga ata mund të afrohej për shembull me Benitën, po nga ana tjetër afrohesh shumë me njëri tjetrin. Edhe kur po ju gjoja në studio teksa debatonit për këtë, më dukej fikse ajo marrëdhënia që
tre nga ju në studio jeni ata miqt që doni të eksploroni, po keni frikë të eksploroni. Onde. Jo, valla, s'kemi frikë me eksploru, çka na pëlqen e bojmë, po vjen shumë keq. Veç trefa nga jo që ndoshta i bjen edhe unë na qikat. Nuk e di për të këtë fjalla. Nuk kam frikë me eksploru. Hajde, ta dëgjojmë dhe në fund, Andin, po. Jo që ju të tre personalisht po eksploroni ose keni frikë të eksploroni, por duke ju dëgjuar në argumenta të jepet ideja e një personi që do të eksploroj, po ka frikë marrë hapin, ashtu siç dyshohet të jetë Klodi. Nga ana tjetër është Agoni që është shumë i sigurt. Faleminderit. Pra, Klodi ka frikë. Klodi ka frikë apo jo? Klodi ka frikë se çre. Unë atin që është menoj që është një rrugtim, që është i vështirë me ndodhë njëtë reale, e atëshma i vështirë botë ku ndodhë para krejtë shqiptarëve, më kupton? Aty ka hapësirë me interpretu që është të doni qatë lloj shëshnije, qatë lloj kimije, qatë lloj simpatie, unë nuk e kum pa me asnjë konkurrent, është për folje edhe për personazhe të tjera, unë e di që ka pas edhe preke fizike mes dy djemve Big Brother të kalun, por kjo shashje që nuk më takon mu me thonë, e di njerëzit që kanë qenë brenda, din krejt banorët e din për kam për flitet, deri në këtë pikë, nuk ka britë fort, nuk guxoj se mbrohen, nuk e di këtë banorët. Dy edicionet e kalume ka pas preki fizike mes djemve brenda shtëpisë Big Brother. Ja, nuk e di. Ja, vullneti jo. Vullneti jo. Maskulina sot. O, apetini për çka po flas? Jo. Që, o, krononës, o, këtë që e veç shkroni, veç gajna. Ja, nuk di unë kush janë, unë veç e di që ka ndodhë akti. Unë veç e di që ka ndodhë akti, nuk e di kush janë banorët. Regjia, apo më dimoni pak i lutëm se më shumë kurioze me ditë kush është Edi dhe Driloni kam pas preke në zona intime, kishën hajgare, po ato muhabete kanë vazhdu tutje edhe jashtë. Okej, një edicioni dytë kush është? Do të ke informacion, më falë shpak, më falë se më Mos da i që gjelërin. Jon prek, Edi dhe Driloni mas që kanë dalë nga shtëpia. Jam prek atë dhe kanë vazhdu muhabet jashtë shtëpisë me atë sa kemi informacione. Kështu që fokusi do të me qenë ata që... Muhabet si shoqëri apo si një Jo, raport? muhabet si shoqëri, jo, se nuk po flasin për shoqërinë këtë rast, më ndoka. Okej. Nuk është në isë. Flasi bomba. Po dhe Nuk interesant se flasi bomba, po pikërisht që kjo është tema A si këta dhe kanë hatër mbetje dhe nuk flasin? Unë mendoj që po. Wow. Kështë që aja është ka duhet me u gjykua dhe me u folë ma tepër, se sa dikush që thjesht e din si qka ka me u gjykua dhe nuk po i hanë, më falin shpreja, e se tjertë nështë ta kanë pas qef me bomë në isan ma tepër, po e kanë ditë para gjykimin ku qëndrojnë me familje dhe gjana tila, se nuk është që lëndrimi po vjen prej Parisit, vjen prej një pjesë të vogël pjesë, ku jam edhe one, edhe dim që familje jemi rritë që s'ka të bëj kur gjo me këtu që ka flasim këtë tavolim, po nuk ka të bëj ma shumë me aqë sa one e di dhe nja, se besoj që përderi sa i bën krejt qatu gjese, qatu loja, nuk e kish pas problem edhe atë pjesë me e pranu, se me bo vepra dhe me thonë me fjallë. Të dashur, partnera, Po ka pas. Pa jo sot ditë sotit nuk është nëjë sen që definon ty me orientim, se ka që jenë të martum edhe i grahin anej. Për shambull? Për shambull, Ja, i kore po me. para shëvisi maku, për shambull. Ka rëndësi për shambull, këtë me thema, po e dim që sot Gonja është shëku për ndo këtë sot, Gonja mimik mas mimike, veç për shëkuot. Jo musafiri adekuat për këtë tema. Musafiri adekuat. Edhe një kontrakt bëne gati. Edhe një kontrakt gati e bona. Lorina në shak, hame zda breme. Lorina, pastor shok. Ja, Jo, nuk është diçka për me na shoku. Jo, seriozisht. Jo, ama s'kan ku me ju kap. Dhe me thonë, njerës këto që kanë ashta mendësi tjetër, lëndrimin s'kan ku me sulmu veç atë. Ati qka je, mu me mdalë fëmija si të, shumë i reakcion po dhe unë babën si ti kur se kësha dash. Këto janë mendime ndryshme, po që ka jo është interesant, se ka personazhe ndryshme që e bojnë ma interesant. Po besoj që nëse votat dhe që janë aq reale, favoriti o zgjedh, edhe shpesoj që vazhdon. Po njerëz nuk e kanë problem këtë çështje, kena pa te dona, kena pa në rastet kalume nuk ju intereson seksualiteti. Ata janë vesh njerëz që merren nëpër komente, lëndrimi është i jashtëzakonshëm ose se vetëm finale është. Me i qift, veç për atë është nështë diçka pak ma eri. Andi të regoj, është e vërtet që po pranohen në shoqëri. Andi më herët tha që është pak herët. Andi tha që është pak herët. A mendon herët në këtë udhëtim brenda shtëpisë apo herët ne si shoqëri që nuk jemi të gatshëm të shohim një çift duke u krijuar? Unë mendoj që është akoma herët si ko fizike, pra akoma s'është bërë muaj që ka njësër Big Po Brother. jeti me dollë që nuk po thënë, pëse mos më puth ta dy.
Ajo shumë ajo është putja ma personale, fejnë që ka mujtë me ndodhë, ti që peshe kimin si realit e lëndrimi edhe Klodi, hitë s'pas ke lidhe me kimin, që fëtë më nënë që putja midis Edit dhe Dolqës është e vërtet. Unë thashe në është putë, putja ma shpikun që ka ndodhë në krejtë Po, a ka ma shumë kimi mes Edit dhe Dolqës, apo kimi ma shumë mes Klodit dhe lëndrimit? Klodit dhe lëndrime, që se folim për kimi. A përshë, prapë, sëllë ka të sëllë, shkëthejnë të qajtë që për e thomën e këta, dy vesë për kanë këzim hala. Unë mënej që ke qajtë të Klodion, në këna po familja vetë i ka fillu me rikëthy fotografi me dashën e vetë. Ishe dashër ati në to hot to handle, tha që për këta marrë të kështë se përdu me ditë, e ka thonë, s'muna më fërkisu për dashën tem, sepse kam 24 orë në vëzhgim. Ama, ishte dashurin, Po thuni për ndryshe, ajo ka komentu pak ishte dashura e Klodit edhe raport në saj, kanë ngritur dolli dhe tha tani po e shoh që po rren 24/7 me një djalë, me një qënë. Po eksat s'kanë në t'lavë du ty, bekor, gjithmonë ka me shfrytzu situatën, u bo virale dhe me jep një koment që prapë bënd famshëm. Cilit teksa ke morë ka shumë i natë, ju bëjanë. Cilit teksa. Vala, mu që kërës në ka komentu, që që në Po vatë, po më dërë më njësi. Ja, bombas, bombe. Lorin, cila është bomba jote më interesant me ditë? Hajde Lorin, thua e një bombë dhe dil nga studio. Haj gare, ju s'ki me dalë, ki me najtë deri në fondë. Lëndrimi është favoritja jam. Okej, nuk është diçka. A kështë pas që apo të pëlqen kur pishe bashk, në për Edica? Kur pishe bashk, apo të pëlqen si qift? Me laku, me pas një qëtë. Thua e me zë, Lorina. Po, definitivisht. A je gatshme, a jemi të gatshëm të shohim një qift? Ande, a jemi të gatshëm të shohim 24/7 një qift? Një shqiptarët. Një qift burrash. Ne si shoqëri ndoshta nuk mund të jemi kur gati, por që nëse ndodh duhet të ndodhi. Ja, po ju ndolla vlos tani kohë. Ja, më shumë bebes. Jo, vetëm po pres reagime nga të tjerët nëse mendojnë njësoj. Jemi të gatshëm? Ma shumë po mendoj që është publiku që po dënë me qenë që ashtu se sa vetë ata dy. E ti, qa menon për këta dy? Apo ki qef mu bo qef ta dy? Si shok i lëndrimit? Jo, mërës po kam qef mu bo qef. A jemi të gatshëm i po dy burra? Nuk është shone, o bravo, shko shoku jam gjeni gjallë në Big Brother. Asni që kemi fol. E që shë reagu nëse lëndrimi shkojme një qik? Prap njajt. Njajt. Pra s'ka vëmë që është djallë që Nuk besoj, A jemi të gatshëm i po dy burra të gatshëm, po që shta dhonë, nëse ka me ndodhë, letë të ndodhi. Edhe sepse duhet mu pranu në shoqëri, nuk duhet mu pasë diçka jo e natyrshme, jo reale dhe diçka që duhet me u gjiku ton kohën edhe me u ofendu, mu bulizu, sepse që është pranu me vështirësi e Donald James, një duhet mu pranu me u pa edhe një qift. A jemi të gatshëm i po të puth? Për shumë të shkum për puthja? Qërë në atë gashëm se në kuna asë gratë me votu, po ja kanë dalë drejtët votës, ati për me banalizu lafin. Po dhe kur kanë votu gratë e parë, ato i konzrusit për dala. Kur kanë dalë gratë televizion për herë të parë, dhe më thonë kjo konflikti zona Avdimi Leonora Jakupin, që i thej ka edhe ti e këngëtari e leqet tjera, këngëtari kur janë koni jo dini ke që shenë pa, dhe këngëtari sot bil të muzikës shqiptari, shqyrejt e ashkurta, kur kanë dabërit parë janë shah, që është një azja është gati, për ndër të tjera nasi Kosovë kena te për zemrën e pas, mjaftën dë njerëz me pas zemrën e pas, si lëndrimi këtë rast, se Klediani që është fridzu, po lëndrimi qarë djali mirë, sa që njerëz s'kam ju interesu, lëndrem zemreme, e gjete dashurinë e jetës, shkon në finale, fitoj e krej këta jo 5 me shmeme dhe kërkuna s'kam interesu kur gjo. Mirë, falenderojmë shumë shokun e lëndrimit Bujarin, që ka qenë së bashku me ne, Bujar. Po e lojmë edhe pak. Borgj na ki Bujar, a diqka. Qka? Ne fustan në ma qep. Okej. Se fustan më s'përën Nëse s'po përshëndesim Bujarin, po a kemi edhe ca pyetje interesante? Kemi për një Hyger ta foli për bullizimin, dje që e ka pas vajza e saj. Po kalojmë të disa banorë tjerë, se me qenë se e shikon gjatë krejt kohës. Qysh e pave deklaratën e tij dhe çajtin e saj me Denis kur e tregoi se vajza e saj është bullizuar dhe në fakt ka shku deri në lëndim trupor. Fatkeqësisht nuk e kom pa atë pjesë, po përse ku ta shku ta çapa mundemi me pa gjatë kohës kur po jemi të angazhuar edhe na. Po normal që se cili atë ka më ushtiru dena atë masa me të regu diçka të vërtet prej pjesës jashtë, edhe në qofse dhe që ka thonë këtë histori, besoj që është shumë e vërtet, që ata lot që i ka derë, në qofse vajta saj ka shku dena atë masë, e shohë diçka të tepër. Unë kom pyetje. Po nuk është që kom pa. Tjetër, çka mendoni për Tonin edhe për Benitën? A ka diçka të vërtet në çët mes? Jo, as pak. Skudzej me përdor shumë terma, se Jo, përdor shumë kujdes, se jemi live.
Jo, Tonin nuk e kum njohë ma për para, Toni është tipik një djallë që po i që atë për bëj një lidhje, nashta shkoj dika ma tepër, s'ka qka jep, prej ka uqin ka oq, njëjtë sikur prej femnës në femen, qofse baba i vetë ka imi të regu qëfar femne me marrë, besoj që në atë listë është Benita Kor, fatkeqësisht, as Benita Tonin, po që aty harrojnë, masanina, mas një ore o ku nisa, po diçka do të me boda. Tash, a përpresim edhe një ballafaqe edhe një hyrje të babait Tonit? Kësaj radhe për Mami tani, mami. A e ka radhën mami? Nështë e ka në familja... Sugjerimi i babait të Tonit për Elionën, çështu ka du? I kot, nuk ka të bëj kur gjo me thene reale. Ma dje mu ka do ke kot edhe me leju, dikon prej jashtë me u fut, me të regu qa me bo, se kjo, të thojnë vazhdimisht kjo informacione prej jashtë, kur kjo është direkt informacion prej jashtë. Të të shojmë keq bënu ma mirë. Ta marrën pak mendimin e Lorinës lidhje me Tonin dhe Benitën, qysh po i sheh? Përderisa ka hi baba i Tonit herën e parë për bien, besom që s'ka me mujt asnjëherë me kriju lidhje brenda shtëpisë Toni ma. Krejt këto... Jo në fakt me njëherë, veç kaloj të një qik tjetër. Ai mundet me kalu... Qysh e tha bujari nga shtrati në shtrat, nga vajza në vajzë. Është e kot, këto ashtu e bo për sytë publikut me vazhdu edhe pak me najtë në shpe për ndryshe a i lidhje. A kaloj tjetër? Toni? Së s'po ka asë që me tregu. Ura, ati qa më shkon në mendje. Shumë qa pas shef me thirë vllahun e Benitës, se na përse kemi pas mek. Që ata disa përshio në gjeva numërin bashkë du me thimë, që qa përthojnë këta. Për ndryshë është Ardian Zena, ta telefonojmë nga studio, është vllai i Benitës. Familja. Çka thot familja për këtë raport? Në mëngjes, Ardian. Në mëngjesi. A je mirë, që shi? Ardian jena live. Mirë, faleminderit shumë. Jena live në Klan Kosova, është ashtë në emision në ora 7 kemi pasë edhe njëherë mësafir. E kësa jere ashtë qare për dhe më qa për thirim. Te, besoj ki po afërsinë e Tonit me Benitën, e para një javëve se hynin familja e Tonit, thanë që jo, e përdu me ditë ju shpesheni si familje që të afërsime mes Tonit edhe mes Benitës. Shumë dërë për njësh, po nuk për ndëgjëj bashkë njërë, edhe njëherë Po thëmë, qysh për e sheni punën e Benitës edhe Tonit që në afru gëgja shumë se qeftë? A ndodhë që keni me hi edhe jo, mi të regu që i bënë nëse nuk bënë Toni për dhëndër? Na nuk him në vibravët me të regu, po unë menoj që lidhja me Benitën, lidhja me Tonin, Benitën e kishë penalizu këgja shumë, veç për një arsye se Benita është një drejtore shumë e fort vjarë. Shkohu që Benita mundet me të regu vlerën e vetë, për që ata u hinë në vibravët, e pavorur për me të regu vlerat e soj. Se që është të regon Big Brother vlerat për 3 muaj, nuk ta të regon asë një format tjetër. Apo i të regon vlerat e saj? A është deri që ta është i të regu vlerat se na kena po që ka ndryshu shumë loj, u këthil shumë loj, është Benita vërtet që kjo sot? Po, ka reflektu shumë Benita, shohë që te një gabimit vogët që e ka po që nuk e ka ditë. Ndoshta gabim i madh, konë se ju i vogët, po Benita nuk e ka ditë atë gabim, tani është të du një lojt perfekte. E me Labin balafaqimin së dhja ke pa jënë për ladja shumë, ja akuzej ke Benita që Labi ka shkru, që është pesheni që të pjesë bashkë për një debatit me Labin? Nuk e di për shumë si pjesë lojës që nuk e di hajlo, po menoj që e kam pjesë lojës më kopë qene, që është që Labi po mënuet me ketë më kopë. Me pos, për që ata u hi, a i vetë po të regën që u hi për me bo lojë me ketë banorë. Edhe përshë që Benitën e ka ko pak presioni ljojës, edhe ju ka këty në qatë ndyrë. Qka nëse ishe nëse qeft? Benitën dhe Tonin? Që është këshit reagu jënë në rast që bëhet qeft? Po mëne e tha që nuk është që preferani me kona e qeft në loj, po qka po bëhen qeft, që është e këshit për kjo? Unë matë pori që nuk besej që Benita po më bëhet qeft me Tonin, po shkoku që Benita nuk e di u hi atë vetë, për mi të regu karakterin e vetë. Po që ndodhe? Që u pëthën? Që u bënën bashkë? Apo a e këshit për krasi familje? Ndoshta edhe e këshim për shokë, po nuk e besoj shokë që unë jem me atë sen që thujnë dashnia nuk një mbosh, po te Toni ka shumë diferent. Nuk jenë pytje 7 vjetë, 8 vjetë, ndoshta 9 vjetë, po jem pytje 14-15 vjetë. Diferencë pak shumë e modhe. E një pyte e Klodin, se na e këna po që ka isu një fara fërsie, kanë komentu një një tjetër. Jo, Klodin e shumë shumë që dhe ljo drive. Ardian, falimderit shumë. Benitës ju urojmë suksese, e ishala mune me pa sa ma shumë brejsaj, sa ma gjatë loj. Falimderit shumë. Falimderit shumë e të ju. Nuk e di nëse kemi folë me Andin për Benitën do njëherë? Andi? Ja, s'kemi folur, po
Mund të vazhdojmë mos flasim. Mund vazhdojmë të mos flasim pra për Benitën nëse ashtu do po flasim pak edhe për Albën që po përflitet për Pra, do lidhjen flasim gjithë ditën. për lidhjen e saj të dashurisë jashtë shtëpisë. Po flitet dikush po thotë që është vazhdon të jetë ende në lidhje dashurie me Limin. Ondje ka thonë që atë, se ondje edhe ekskluzive. Mandej, edhe është direkt në darket e të nominuarve nëse është në lidhje jashtë dhe nuk tha as po as ju. Në fakt ajo ka pranuar që është dikush jashtë, vazhdimisht. Po madje tha, unë runa shumë për mësyshe që la me kuptu që s'po du me tregu. Po edhe këtë e ka tregu, se diçka e reja, po besoj kem Veç asaj si bën. shumë gjëra. Alba, në fakt Alba ka ngelur për mësysh këtu te Kosova. Ajo e tutë edhe mësyshëm, Të tjera, çka? Nuk i las gjë Alba imagjinatës. pretendon që është në një lidhje dhe të gjitha na lë të mendojmë që është Limi personi në cilin Alba është në lidhje, po s'është e vërtet, nuk janë në një lidhje me njëri tjetrin. Është thjesht ndoshta një dëshirë e Albës ose ndoshta do ta përdori si një lojë, por kam përshtypjen se kjo loja do t'i vijë drejt fundit, momentin që Limi futet brenda shtëpisë. Beson që do futet Limi brenda shtëpisë? 99.9% po, vetëm në qoftë se dikush do të më nxjerrë bllaf mua dhe shtym prendim një trajn tjetër. Po, do të ishte më i afërt me Bian apo me Albën? Unë mendoj me Bian. Bia ka nevojë për Pra suport. po thuhet që Limi dhe Alba nuk janë bashkë jashtë shtëpisë. Nuk është partneri çaj. E kush është? A e dim deri sot kush është ky partneri misterioz i Albës? Se po e duron Albën në orët tona. Nuk është lidhje me Limin, Nuk ekziston? Nuk ekziston, nuk është Alba në lidhje me kërkën tjetër? Jo. Nuk ka lidhje as Alba dhe çaj sti që është imagjinar, po Tani thonë. unë nuk është se kam disi 24 me Albën dhe ta di fix, por unë mendoj që jo. Imagjinar është kemi me këto bomba Hajde, vëre ta shohim si çka po bombardime mendon. gjithandej. Çka po mendon Bujari? Beson që është në lidhje apo thjesht është duke imagjinuar diçka të Jo, do tillë? të më pas në i relacion të shkurt, diçka po jo lidhje serioze, aq më pak me Limen, se kemi pa për informatave të kalume, Çka kemi relacionin pa e të tëra, formatet e kaluara? që ka qenë ma shumë Ta them unë Gonxha çka Raport kemi parë seksual. për të kaluara. Qa kemi Edhe pa? jo, do më thonë nuk ka të bëj kur gjo me dashni, aq më pak me tipin aventure si Lime. Limi me Albën. Çka kemi pa në formatet e kaluara, sepse Andi deshit të reagoj. Flas. Kemi parë marrëdhënie intime mes Limit edhe Albës. Mirë po Alba nuk ka pranuar, ka thënë që kanë qenë montazh. Na kemi pa, montazh po, edhe në flok të kuqe, po jo. Diçka që më buni për shtypje lutem. gjatë darkës mbram, tha që edhe nëse jam në lidhje, edhe nëse nuk jam, edhe nëse veç se pretendoj se jam në lidhje, nuk është që ju intereson juve, që do më thonë gjithçka që ti më pikë pyetje, nështë edhe është të pretendu që është me dikon. Aha, do Nështë thotë edhe s'ka edhe- fare e tha, lidhje. Po që Shemi të Limi lidhet, nëse Gjerina futëm me besoj kënë që lidhet se- skenat e tilla na kish sill me Bian, sepse me Albin e ka përfundu në edicionin tjetër edhe për me bo bum, me marrë vëmendje, sigurt me Bian kish vazhdu na kish ofru si lloj skena dhe Bia vetë ka Hajde. thonë Unë që kam unë frikë. përboj. Edhe bia veç ka nevoj, se asnjoni nuk po e përmbush atë. Në qoftë se Limi futet brenda shtëpisë të paktën këtë javë, ndoshta javën tjetër do jemi duke folur për një gjë që ndodh për herë të parë në Big Brother Kosova. Çka? Marrëdhënie intime? Ndoshta Po me kënd kësaj radhe. Limi me Bian pra. Okej. Se po thu Bujari anive çka tha kërkosh të përmbush bien brenda. A nuk ka mjaftuar shumë burra brenda shtëpisë? Jo. Jo, bia është tipika Burra ka, ashtu po që gëzë, hajde që ku jam edhe krejt po dridhen. E pse po du që Bia bashkë që hapun kush dën me bu saks me to? Po bia si hygienis nuk është prezantu kur ka hy, besoj e den, kështu që... Ama ajo e ka OnlyFans që diçka tjetër është model, ajo nuk është Po, as qysh jo, aktore seksi, po, nuk po. është as aktore filmar për tritën. Jo, Ka jo. OnlyFans. Shumë rregull. Bia nuk e ka problema atë pjesë. Është nështë ma mashkulli që është prezantuar për Bia dhe i sot ka qenë ajlire, se tjetë e din që Po kjo me arditin me afërta është, me ardi është i botë të përk arditit para ftyrës. po qysh jo, për na shta si djetë, në shta qifti parë që del, reale është arditi dhe Bia. A menon që mund të pas diçka mes tyne? Po, qifti ma reale mendoj që mundet me qenë ata dë. Po. A ka ironi këta je sinqer? Tefër. Si banor të më në adhona. Mirë, okej, e kemi dhe Elionën, që shumë kush pa akuzohet që po luan një lojë të Alba Vukaj. Po ashtu pisho komentet që po thonë që po viktimizohet. Qësh përshin e lojën e Elionës? A ban me folë. Mos harrojmë që janë mbi 100 drona që kanë kërku Po. menaxheri i saj mishti për Elionën brenda. Kjo është vallë glorifikimi çysh ja kanë bërë drilën Ramës vitin e kaluar. Unë mendoj që Se e kapte Eliona, që ka të Adim kishit qika? Se qëre,
të na kena kriju një farë ideje, në fillim, qysh që do këtë njerëzve, gjatë këtë formatit e rënë qashtu. O të po në sytë mirë në fillim, kryesisht, s'ka lidhe që ka thu kanë me ta falë njerëz deri në fund kanë me dash. Njëjtë ka ndodhur vitin e kaluar me personazhe të tjera. Qëre, Dona Gjent për shembull ka ndodhur një huç aty këtu me Naj Prime, se ka bu kërkosh të madhe se kanë dash të krejt. Njëjtë me Drilën Ramën, për shembull unë pashë të diskutimet që po ndalin kanë një herë me Xhenetën, i ka thonë fjalë shumë trana asaj, po kërkosh se ka bu të madhe. Këtë vit Elionës, çi ka 18 vjeç e pin cigaren. Çi ka 18 vjeç e pin cigaren po. Ai e normal, e pse dush me paragjyku? Sepse jo si jam të paragjyku, vesh nuk e di çka din, për çka çikën e kalon shkollë, po kash të dalë te shkolla për një problem, çish më lidh shkolla për Big Brother. Çish më lidh shkolla për Big Brother më ka jeni nis. Çfarë bën ne vet hapësir pauzë? Ne vet bën pauzë për frajerin ton, ne vet bën pauzë për Big Brother, më shkon në shkollë. Cilën frar? Ato që këtu është çështje që do ta diskutojmë javëve të ardhshme, shumë gjëra që ke ka tregu brenda deri tash nuk janë të vërteta, sepse ka reagime. Ka personazhe të tjera që kanë qenë faktor në jetën e saj, që kjo Alon nuk e ka tregu vet. Që shpesh mbetëm po, kur kemi tentuar me pas shumë shpejt, na vetë kemi identifikuar është dashur në Elionës, që na ka treguar neve diçka, për redaksin një informata të njëjta, shumë shpejt kemi me ardh me publiku të gjitha ato me tregu se Eliona nuk është bash çashtu ç'po duket. Ajo e urtë, më falë, ajo e urtë s'mundet me qenë, edhe diçka duhet me prezentu se bagazhi saj për jashtë çka ka me na jep neve, diçka duhet me shpik. Pas as në TikTok atë besoj që mundet me qenë po është person i mirë, i urtë, ngjarje që i kanë ndodhur në jetë të bojnë me e dash, hajtë ka gale, mos e ngotë se kjo gjynate na është, po nuk është e urtë, po në anën tjetër do të me shpik gjanat të ndryshme për me mbajt vetën atë format që sa ma shumë që rënë, ma shumë vetëm jashtë. Mirë, edhe du nga një mendim nga Andi, pastaj edhe tek Lorina lidhur me lojën e Elionës, dhe mënyra se si po perceptohet nga Unë jam shumë neutral, nuk është se ka mendim as negativ apo pozitiv për lojën e Elionës, po një deklarat që dëgjova dje dhe e lexova edhe dje ishte që kishte thënë, mos gaboj që kishte bërë skip shkollën për të futur në Big Brother. Po, një vjet pauzë. Për mua kjo është pak problematike. Dikush që sakrifikon arsimimin e saj për të futur në Big Brother, kur shumë mirë Big Brother mund ta pristë edhe një vit, ndoshta tregon edhe një anë tjetër të karakterit të saj që ndoshta është e gatshme të bëjë çdo gjë për pak më shumë e famshme se ç'është. Sigurisht, vetë fakti që kush do që futet në Big Brother e dim që famën e kërkon. Po të sakrifikoj shkollën për këtë gjën? Po. Është pak problematike. Çka mendoj për Elionën, s'mendoj. Bashkë kur gjë mendon? Është Alba 2.0. Kur gjë? Me çka na është Alba Vukaj 2.0? Gjithçka, çdo sjellje e saj mbrana shtëpisë Big Brother është kopje e Albës. Po ka njerë për ide loja për i kopjes, për shkak se Alba nuk ka ofendu në Big Brother, ndërsa Eliona po ka raste që po ofendon, po ka raste që po tregon bëgja e ranë, po pa dash se pastaj në Prime. Po janë marrë me thonë mua atë fjallë që e këmë thonë të njavën, ka je nisë më të reme. Po i del pak kjo farë kopjimi i lojës së Albës Pidore, sepse Alba për çaq sa ka qëndru asnjëherë nuk ka dalë për vetës, po them ashtu me ofendu ose me u kap pa arsye. Jo, ajo bashkë ka komplementu krejt çunat, krejt i ka pas shok. Edhe ka kalu shumë mirë me ta seriozisht. Po jo, ajo shokët e frajerën e vetë me vete ka, pa ajo shashe tjetër. Qysh? Edhe frajerën e vetë me nisë me vete Albën thëtë shak e kam. Pa ajo shashe tjetër, e kemi pa dhe di mirë se rrugët flasin. Okej, se jemi krejt në fond. Bujar, kush del sonte? Kush del sonte? Po, edin kush është në nominim? Najliri, Ibra, që shoko? Alba, Shkurta, Hygerta. To ndryshojnë gjanat për javës një javë. Si sa i përket televotimit fundit, normal që ishtë dashtë Hygerta, së është ma pak e preferum, ja i bjenë që njajtë, po besoj që Najliri mundet me përfundu. Hygerta është me me dalë ta qëna. Unë besoj që del Hygerta dhe s'kisha dashtë. Lirina, kush del? Najliri, kush del? Ibra. Kush del? Andi, kush del? Najliri. Najliri apo Ibra, sepse këtu janë ndyshimet e këtyre të paktën kolegëve në studio. Jo, unë dyshoj që Ibra. Mendoj që ai djali ka potencial, po akoma nuk pa mundet do të atë. A mundet me udhëz, veç po i duhet edhe pak, s'pe kuptoj. Edhe ç'a i duhet me udhëz? Nështë edhe pak ku. Debat që Ai duhet marrëdhënie, ai duhet Jo, se besoj që është karizmatik. Është karizmatik, shumë karizmatik. Unë në qytet e një, nuk është të e gjithë vetën. Ama është me gjithë vetën me shkurtë me labinoti mrana më s'pa i gojë. Po ka dhe lëndrimi edhe të tjerat. Po, ma e kom fjallë qashtë tradicionale. Po, ama pak po e lojnja është i bron lëndrimi edhe Klodi. Sa herë ju ka afru se ka tentu me bërë raport me ta me shoqëri edhe gjithmonë këta Ata loqë nuk ka vend për një treshe aty.
Për një të Jo, po tretë. ta merë energji. Çfarë kuptimi Tresha i Jo, Gonxhe fal Tresha, një të person të tretë, fa një publik, për një person. Tresha ata djerë do zigleshën të ditën djetë lutem Gonxhe t'jeshe kjarë kur përmenim fjallin Treshe. Për tre personazhe. Shokun ton e martut, në finale, qumë, shpesoj veç edhe çmimin edhe në rregull jeme. Që Eliona sa? jo, Po çfarë? Lëndrimin e të Inshallah nuk fiton Eliona se unë e mo me Big Brother njën muj se këshyre. Anja, faleminderit shumë që keni qenë së bashku me ne. Ande. Arasetiki, më ka impresionuar sot agresiviteti pasiv i Gonxhes gjithkohës. Nuk e di e kuptuat edhe ju tjerë që jeni në studio. Pra ti thoje një gjë dhe ishte Gonxha, e pse? Po presim